Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt me ditarin e fundjavës. 3 zhvillime të ndryshme tërhoqën vëmendjen drejt krimit të organizuar dhe lidhjeve të tij në Shqipëri. Një atentat me 2 viktima në Rinas, një familje shqiptare që sanksionohet nga SBA për pastrim parash të karteleve të drogës, si dhe një paralajmërim i radhës që vjen nga Italia, që tenton të tërheqë vëmendjen tek pushteti në rritje i krimit shqiptar. Kolegu Jul Kasapi do të na ndihmojë të kuptojmë më shumë për këto zhvillime. Jul, përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi të të rishikojmë. Faleminderit Indrit dhe suksese në fundjavë, në ditarin e fundjavës. Faleminderit. E nisim bisedën pikërisht tashmë që pluri në një farë mënyrë ka rënë pas këtij atentatit në Rinas. Mbeten gjithmonë këto komentet e ndryshme. A ishin autorët profesionistë, a ishin diletant, disa i shikojnë në një mënyrë, disa i shikojnë në mënyrë tjetër. Ti çfarë përshtypje ke arritur të krijosh duke parë pamjet tashmë që janë bërë publike të këtij atentati, të gjithë dinamikën pra? Po, tani këto janë sa për të krijuar, si ta them unë, këto janë përmbushje, këto histori, a ishin diletant, a ishin profesionistë, sepse vetëm vendi i cili është zgjedhur, siç është fare pranë aeroportit të Rinasit për të kryer një atentat tillë, tregon që nuk kemi të bëjmë me diletant. Unë mendoj se 3 janë çështjet të cilat duhen ngritur të paktën në Shqipëri, është cënimi i sigurisë kombëtare dhe për këtë duhet mbajtur përgjegjësi. Së pari, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit nuk duhet të jetë më aty. Së dyti, ministri e brendshme duhet të jap llogari, qoftë edhe për të dhënë një sinjal të mirë që ngjarje të tilla, ndoshta pse jo, edhe duhet të zbarten. Unë kam shumë besim që kjo ngjarje do të zbartet. Së dyti është se si ka mundësi që për të disatën herë policia e shtetit dhe efektivët policisë apo strukturat ndryshme të ligjzbatimit në Shqipëri bashkëpunojnë ngushtë me krimin e organizuar, dhe kjo nuk është hera e parë. Dhe së treti, ajo që ndodh në Shqipëri është një trimërim i krimit dhe nga trimërim tashmë po duket dhe arroganca e krimit përballë shtetit shqiptar. Ndoshta është bashkëpunim me shtetin shqiptar dhe ndoshta mund të jetë dhe kjo arrogancë kaq e madhe sepse krimi organizuar e di që shteti shqiptar nuk do ta godas. Pse nuk do ta godas? Sepse bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Dhe këto janë 3 elementë shumë të rëndësishëm dhe për të cilat duhet të jepet llogari dhe nga shteti shqiptar. Unë faktikisht dëgjova dhe kryeministrin Rama, i cili tha po tishin ato kamerat inteligjente, ndoshta krimi do të ishte zbardhur brenda 24 orë, por jo, do t'i rikthehemi komenteve të zotit Rama, por do të qëndroja pikërisht ai momenti që ti the zgjedhja e vendit për të kryer atentatin fare pranë hyrjes së aeroportit të Rinasit. Në këndvështrimin tënd, ke një eksperiencë shumë vjeçare, ke mbuluar kushtet disa ngjarje kriminale në këtë vend. A ke arritur të kuptosh çfarë i bëri të mos zgjidhni një vend tjetër, le të themi, pse pikërisht aty, kur është një vend Rinasi që ai rrethrotullimi i Rinasit që të gjithë e dinë që është super i vëzhguar, ka kamera në çdo cep, për shkak të sigurisë personave VIP, gjithashtu ka vëmendje të shtuar, është pjesa ushtarake e aeroportit. Pra ka 1000 arsye pse ajo është një nga zonat që ka, le të themi, një mbikëqyrje dhe një vëmendje të shtuar. Çfarë mendon se i bëri këta persona që ndërmorën atentatin që të mos zgjidhin një vend tjetër? Unë mendoj se përzgjedhja e këtij vendi është vetëm për arsye që të gjitha automjetet aty nuk mund të lëvizin me shpejtësi. Duhet kujtojmë që ndaj Gilmando Danit dhe Emiliano Shollazit është bërë dhe një tjetër atentat në vitin 2015. Në rrugën e Kavajës u godit një miku i tyre i afërt, Pajtim Seriani, ndërsa Gilmando Dani së bashku me Emiliano Shollazin u goditën jo shumë larg nga aeroporti i Rinasit tek qafa e Kasharit. Aty mbetën të plagosur, por me sa duket personat ose atentatorët nuk ishin të këtij niveli, dhe që prej asaj kohe kujtojmë që Gilmando Dani ka kryer dënimin e tij burgun
prej 12 vitesh, nëse nuk gaboj, ka përfituar ato faljet që parashikon ligji dhe më pas ka dalë, ka bërë një jetë për mes Dubai dhe Spanjës, pra nuk ka qëndruar shumë në Shqipëri. Dalja e tij me sa duket nga grupet kriminale mund të jetë marrë edhe si një lloj kërcënimi, duke pasur parasysh se ka qenë dhe krau i djathtë i Emiliano Shullazit, një prej grupeve apo bandave më të rrezikshme e cila ka operuar vitet e fundit jo vetëm në Shqipëri, por kryesisht në Tiranë. Dhe përzgjedhja e aeroportit të Rinasit mendoj se është bërë pikërisht për arsye jo vetëm të informacionit të saktë apo detajuar që ka pasur grupi kriminal, por edhe të shënjestrës e cila mund të ishte më lehtësisht e goditur pikërisht në atë vend, sepse shpejtësia e automjeteve aty është fare e ulët. Shumë interesante. Por nga ana tjetër, kjo tregon se si arroganca, dhe unë mendoj se i njëjti grup kriminal apo të njëjtët atentator nuk është hera e parë që ata mund të godasin në Shqipëri. Unë kam bërë edhe në disa vende tjera një lidhje edhe me rastin e Vlorës, nëse e mbani mend, e cila u fiksua nga kamerat e sigurisë se një pikë karburanti, pak a shumë është e njëjta mënyrë veprimi e atentatorëve, të cilët dalin menjëherë nga një automjet, 2 apo 3 atentatorë qëllojnë, hedhin breshëri plumbash dhe më pas largohen me automjet. Mendon se është e njëjta dorë? Unë kam dyshimet e mia, megjithatë kjo mbetet për të verifikuar dhe siç ju thash, jam besim plot që autoritetet shqiptare do të mund të bëjnë diçka. Kjo edhe për vetë arsye apo për vetë faktin ajo që ti the se kemi të bëjmë me një zonë e cila mbulohet nga shumë kamera sigurie. Policia apo dhe prokuroria shqiptare duhet të shohë se cilët kanë qenë bashkëpunëtorët brenda terminalit të aeroportit të Rinasit, të cilët kanë dhënë informacionin se siç mund shihet nga kamerat e sigurisë, automjeti që ndron tek rreth rrotullimi i busit të Nën Terezës dhe aty me sa duket kanë marrë sinjal që viktimat, shënjestra e tyre po del, është dhënë automjeti sepse aty kalon dhe një tjetër automjet i bardhë dhe të gjitha këto mbeten për të verifikuar nga policia dhe prokuroria, dhe mendoj dhe shpresoj që prokuroria e posaçme pra Spaku do ta marrë në dorë këtë çështje, nuk mundet t'i lihet prokurorisë Tiranës, sepse ky është rasti klasik ku prokuroria e posaçme duhet të hetojë grupin e strukturuar kriminal. Për sa i përket më pas policisë, ne dim fare mirë se ne kemi vizituar shumë herë aeroportin që aty gëlon nga policia, aeroportin në ditë normale, por me sa duket në ditën e atentatit nuk kishte asnjë efektiv policie, por mendoj edhe po të kishte efektiv policie, nuk është se do të bënte ndryshimin pas gjithë atyre personave të cilët mbajnë armë të shkatrimit mas, siç është Kallashnikovi. Ajo që më bën përshtypje përgjithsisht është se si ka mundësi që të paktën reagimi e aty për aty, pra nuk ndodhi, por që si ka mundësi që nuk ngrihen postoblogje, nuk ka bllokim të rrugëve në Shqipëri, si ka mundësi që nuk ngrihet helikopteri, për çfarë mbajnë helikopterin, si ka mundësi që nuk ngrihen këto dronët që përgjithsisht ngrihen ditëve të festave për të gjobitur qytetarët që te i kalojnë shpejtësinë apo shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, dhe të gjitha këto policia duhet të ketë plan masash, por gjithmonë mbetet tek automjeti djegur, dhe ndërsa në rrugën Durrës-Tiranë apo Rinas-Tiranë hiqen varrezat e makinave ashtu siç është kërkuar, ndërkohë që në krahun tjetër varrezat e makinave të krimit po shtohen kaq shumë sa që unë nuk e di se ku i çon më pas policia. Edhe për armët e sekuestruara, historia është e njëjtë, armët e sekuestruara janë bërë kapic aty në laboratorin e policisë shkencore, i cili mua më duket sikur është kthyer në një muze. Pra thjesht mbledh armët e krimit, armët e djegura në fshatin Halilaj, pra rasti i tanishëm, armë të djegura, snajper i djegur në Elbasan, armë të djegura në Vlorë. Megjithëse në Vlorë automjeti autorëve nuk u gjet asnjëherë. Pra krimi organizuar ka arritur atë përmaz dhe atë fuqi sa që
jo vetëm që i bën ballë shtetit shqiptar, por që nuk do t'ja di fare për atë dhe ka filluar të tregojë arrogancën nëpërmjet vendit që ka përzgjedhur, siç është aeroporti i Rinasi, duke cënuar dhe sigurinë kombëtare dhe duke eliminuar dy persona. Ti përmende disa herë cënimi i sigurisë kombëtare, përmende drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe ministrën. Nga informacionet që qarkullojnë të paktën këtu në Tiranë, drejtori i përgjithshëm i policisë ka dorëzuar, ka tentuar të dorëzojë dorëheqjen kryeministrit Rama, pasi është një tjetër çështje kjo që meriton të diskutohet, në fakt që drejtori i përgjithshëm i policisë mban lidhje direkte me kryeministrin dhe jo me ministrin apo ministren. Dhe kryeministri nuk ja ka pranuar, ndërkohë që ti përmende dhe ministrin, por në fakt ne jemi në kushtet yll që zoti Rama, kur reprezentoi ministrin e Brendshme, ja bëri të qartë kompetencat që nuk do merret me çështjet e rendit publik, por do merret me adresat dhe zjarfikset. Këto dy kompetenca i la, kështu që ministra në këtë sens gati je i detyruar ta justifikosh, ta mbrosh heshtjen e saj, sepse është vetë shefi i kryeministri që i tha që ti nuk e punë me këto çështje. Shiko, unë e kuptoj që kryeministri Rama i kërkoi ministres së Brendshme që mos merret me çështjet sigurisë. Ama kur ministri e Brendshme ishte në një nga komisionet e sigurisë, nëse zgaboj, tha që Shqipëria sipas Lonely Planet është vendi më i sigurt në botë. Tani ministri aut merret me adresat, o mos dalë në komision të thotë që Shqipëria, ditën e ngjarjes mendoj se ndodhi një deklaratë. Pak para se të ndodhte atentati ka qenë. Pak para se të ndodhte pra. Në momentin që ti jep një deklaratë të tillë, që Shqipëria nuk janë fjalët e mia tha, por janë fjalët e Lonely Planet, ta thua se ç'po thonte, në momentin që thotë është një vend kaq i sigurt, minimalisht pas ngjarjes duhet dalë të dilte dhe të jepte një deklaratë, por me sa duket që nga deklarata që dha për rastin e gjyqtarit i cili humbi jetën fatkeqësisht, pra në gjykatën e apelit, zoti Kalaja. Pra në gjykatën e apelit, pra zoti Kalaja, që prej asaj deklarate me sa duket nuk jep më deklarata. Por mendoj se ka ardhur momentin që në Shqipëri dikush duhet mbaj përgjegjësi. Në Shqipëri jo vetëm që nuk mbahet përgjegjësi, por në Shqipëri nuk do t'ja di askush. Nuk do t'ja di dhe nuk flet askush për ngjarje të tilla të cilat jo se këtu historia nuk është vetëm tek cënimi i sigurisë kombëtare. Historia është tek qytetari i thjeshtë në Shqipëri, i cili ndihet i cënuar, i cili ndihet i pasigurt. Imagjinoni pas në rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit. Ju e dini fare mirë që aty kalojnë qytetarë me valixhe, janë me qindra, familjarë të cilët presin. Çfarë janë këto kamerat inteligjente që thotë zoti Rama, që do të na zgjidhin problemin sepse sipas tij do të bëjë zbardhja e autorëve zbardhja e ngjarjes dhe identifikimi i autorëve në kohë reale sipas kryeministrit. Ai ka marrë Emiratet e Bashkuara Arabe si një shembull kur thotë që kjo funksionon dhe ka premtuar që do ta bëjë realitet në Shqipëri brenda këtij mandati qeverisës, por për te këtij premtimi doja të kuptoja që çfarë janë në gjendje të bëjnë në dijenin tënde këto kamera inteligjente në kushtet kur ne e dhe rasti konkret për cilin po flasim, kemi një njeri që ishte punonjës i AMP-s, pra për thjeshtoj policia e policisë, agjencia që mbikëqyr policinë, që udhtonte me një nga personazhet më të njohura të botës së krimit. Dhe nuk është rasti i parë. Kamerat inteligjente faktikisht janë një projekt që në kohën e ish drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, Gledis Nano. Ka pasur një projekt ndoshta edhe më herët, por në atë kohë u mor vesh sepse dolën dhe emailët e ish drejtorit përgjithshëm, nëse e mbani mend. Ka pasur një investim tek komisariati i Kamzës dhe të gjitha kamerat aty apo salla operative e komisariatit të Kamzës është me kamera inteligjente, ndaj dhe pjesa më e madhe e grupeve kriminaleve apo raste kur ka tentativa për eliminim apo tentativa për vrasje, përgjithsisht nuk përdorin më rrugën e Kamzës sepse të gjitha targat apo kamerat janë inteligjente. Nuk e kuptoj sepse diçka e tillë nuk është implementuar dhe në komisariatet e tjera, por që unë mendoj se para se të shkonim te kamerat e inteligjente që në vitin 2016 nga ne gazetarët e Kronikës i është kërkuar atëherë edhe ministrit Brendshëm që segmenti Qafkashari Rinas apo të rrugët që lidhen me të si edhe rruga e Veriut ketë kamera në mënyrë që të bëj të mundur pse jo identifikimin, sepse në atë kohë
filluan dhe historitë me grabitjen, grabitjen e parave. Dhe pas grabitjes së fundit të parave në Rinas, atëherë kur Admir Murataj u vrap, që pati ndërhyrje të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, që para asaj kohe në Rinas ishte stacionuar një furgon i ndërhyrjes së shpejtë, i cili tashmë me sa duket nuk vijon të jetë aty. Unë nuk po them se do të kishte eliminuar një situatë tillë, por pse jo, për të ndjekur autorët, sepse për të folur në Shqipëri për rastet parandalimit është shumë herët. Në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë që ngjarje të tilla të parandalohen apo krime të tilla të mirë organizuara të parandalohen. Por të paktën policia të jetë në lartësinë e duhur saqë të mos t'ia bëj jetën kaq lehtë këtyre kriminalëve të cilët vrasin mes vendit, mes të ditës, arrin të largohen. Aty kalon dhe një nëse e keni parë videon, kalon dhe një eskort e ministrisë. Pak para se ndodhi ngjarja. Po, dhe unë nuk po them se edhe ajo eskort do të bën sepse detyra funksionale është, por të paktën se tani policia është kthyer në policinë e SMS-ve, në policinë e celularëve. Policia duhet të respektojë rregullat dhe normat e veta nëpërmjet radios, salla operative, të merret vesh në të gjithë policinë, ngrihen komisariat, tani janë bërë me grupe. Tani policia është bërë me grupe WhatsApp. Grup chate, si media. Ishte grup chati. Tani po t'ishte edhe policia me grup chate në gjithë botën, nuk do funksiononin në gjithë botën me radio. Ndrojmë pak temë. Janë disa elementë të cilët unë mendoj që duhen respektuar. Po nuk kemi dhe shumë minuta në dispozicion, Jul, por doja që të flisim pak bashkë dhe për një çështje tjetër që tërhoqet në fakt vëmendjen shumë në Shqipëri. Dhe ishte ky lajm që erdhi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për sanksionimin e familjes Hysa për grup të organizuar kriminal, lidhje të dyshuara me kartelin Sinaloa, bëhet fjalë dhe sipas shumë mediave ndërkombëtare, përfshirë Reuters, që luftar Hysa, personazhi kryesor i kësaj familje, por jo vetëm ai, në fakt janë disa, janë rreth 6, në mos gaboj, pjesëtar që janë sanksionuar dhe bizneset të ndryshme të tyre. Dhe është pikërisht kjo akuza, të përfshirë në pastrimin e parave të karteleve, bëhet fjalë për kartelin Sinaloa konkretisht. Nuk e di si e ke parë ti këtë zhvillim që këtu në Shqipëri u konsiderua si një bombë, sepse luftar Hysa personalisht është njëri që është pritur në takim nga kryeministri Rama dhe ka ndalë pamjet e tij teksa del nga godina e kryeministrisë dhe vetë zoti Rama e ka pranuar, por do t'i lë ty detajet. Së pari mua më bën përshtypje që një pjesë e mediave në Shqipëri as nuk e përmend fare këtë histori. Kryesisht pjesë e mediave të cilat ndoshta ndonjëherë janë shumë afër kryeministrit. Së dyti, për herë të parë kjo histori është përmendur nga El Universal, nëse nuk gaboj, historia e familjes apo e luftar Hysës, shqiptarit i cili kishte hapur rrjetin e kazinove në Meksik. Dhe së treti, kjo është reklama më e keqe që mund t'i bëhet Shqipërisë, jo vetëm në sy të Bashkimit Evropian, por edhe në sy të botës, kjo, për arsyet vetëm se Shqipëria apo një shqiptar biznesmen në thonjza pastron parat e njërit prej karteleve më të mëdha në Meksik, siç është karteli Sinaloa. Së treti, patjetër që unë prandaj thash pak më parë, ndoshta askush nuk jep llogari në Shqipëri, por të paktën kryeministri Rama tha diçka për këtë histori për takimin me të. Megjithatë takimin atkohë, sepse u mor dhe një intervistë luftar Hysa në një nga televizionet kombëtare në Shqipëri, mendoj se ishte një lëvizje e gabuar nga ana e tij për të dalë në një televizion kombëtar dhe tha ato që tha, por që në të vërtet nuk dolën dhe nuk rezultuan të vërteta. Shqipëria tashmë ka rastin e vetëm, megjithse prokuroria ndonjëherë duhet veprojë dhe me iniciativë, nuk duhet pres këto kablogramet e Amerikës apo të shteteve të tjera, por duhet veprojë me iniciativë sepse i keni në Tiranë bizneset të cilat janë financuar nga familja Hysa. Janë kazinot jo vetëm njëra është në Tiranë dhe tjetra është në Vlorë, dhe shpresoj që
Dhe kryeministri ka pranuar që për kazinot, do të thënë meqense ti përmend edhe intervistën dhe deklaratën e kryeministrit, më lejo të përcjell çfarë ka thënë Rama. Rama ka thënë që kanë qenë familjar si deputeti i Vlorës, pra i kanë kërkuar takim familjar të Luftar Hysës, i kanë kërkuar takim kryeministrit. Pse? Sepse kërkonin që ky person t'u jepte një dorë me menaxhimin e kazinoz. Dhe Rama thotë, u thash dakord, hajde një erdhën dhe i takova. Pra çështja kazino. Dhe sipas Reutersit, pikërisht ky pastrim i parave të rrjetit të kartelit të drogës Sinaloa ndodhte pikërisht përmes rrjetit të kazinove. Ndërkohë që vetë Luftar Hysa, kur ka dhënë këtë intervistën që ti e citove, ka folur e ka përshkruar, le të themi, ka qenë një takim për çështje arti. Pra, ka qenë në emision dhe kishte shkuar të folte me Ramën për një libër për mjedisin, diçka e tillë. Çështje të natyrës, po. Një libër për mjedisin. Çështje e një libri që nuk u publikua. Pra kemi dy qëndrime komplet të ndryshme. Po. Këto histori tregojnë versionet klasike të grupeve kriminale. Rasti Hysa është një grup ndryshe nga gjithë tjerët, sepse nuk është përfolur për trafik droge, por është përfolur për pastrim parash. Pastrim parash, një nga investimet më të mëdha, se duhet kuptojmë nga ana tjetër se edhe ndërtimi i kazinove në Meksik nuk është një histori kaq e thjeshtë, sepse Meksika ka kaluar dhe luftën e kazinove, ku grupet kriminale apo kartelet futeshin nëpër kazino dhe shkaktonin terror. Dhe të kesh kazino në disa prej territorëve, aty për nuk e di sa është numri i kazinove që përmendëm, por të paktën 2 prej tyre janë në territore të cilët kontrollohen ekskluzivisht nga Sinaloa. Dhe të operojnë këto kazino atje, patjetër që ka një bashkëpunim. Dhe me sa duket grupi Hysa ishte në nivelin tjetër, pra jo drejt për drejt përfshirë në drogë apo në vrasje, por në pastrimin e parave dhe duke dërguar këto para në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada apo në vende tjera. Dhe patjetër që ajo që unë pres është që prokuroria e posaçme të veprojë më një herë. Ju a thash, është kazinoja në Tiranë, është dhe kazinoja tjetër e cila operon në Vlorë, paçkas janë persona të cilët administrojnë këto, të cilët janë të lidhur ngushtësisht me qeverinë. Dhe unë jo më kot thash kur krimi godet dhe tregon arrogancën në qendër të rinasit, tregon se krimi dhe pushteti apo qeveria apo lizbatimi ecin dorë për dorë me njëri tjetrin, dhe kjo është shumë e rrezikshme për një vend si Shqipëria, një vend kaq të vogël, dhe shpresoj që autoritetet lizbatuese, unë nuk po them të na japin dorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nxorën listën me të gjithë familjen, ndërkohë që në Shqipëri treguan dhe bizneset. Po. Dhe ndërkohë që në Shqipëri dhe me atë antarin e CDU-s, mbaj mend atëherë, bëhen takime në kryeministri dhe kryeministri i pris ka të gjitha njerëz, hajdeni ju, hajde po. Sa prit në herë ne gazetarëve, jo më domethënë kështu presi. Se këto histori tani që në krahun e gabuar të historisë. Po për te shakas time me ty. Do të pyesja ti këtë lidhjen e grupeve kriminale shqiptare me Amerikën Latine, ti e ke, le të themi, denoncuar edhe personalisht me udhëtimet e tua në Amerikën Latine, me investigime konkrete në terren, pikërisht ke shkuar atje dhe jo duke folur nga Shqipëria, siç mund kemi parë shumë të tjerë. Pikërisht për këtë doja të të pyesja ty. A ke arritur të kuptosh çfarë është që e bën kaq atraktive për grupet shqiptare një territor të tillë si Amerika Latine, që ne na duket në fakt shumë larg? Jo më larg se 3 apo 4 ditë më parë u godit një tjetër grup. Kishte një operacion Hercules 92 në Ekuador, ku u godit një tjetër grup dhe u arrestuan sërish shqiptar. Atraksioni i shqiptarëve përgjatë viteve 2010 ka qenë sepse mund shkoj në Ekuador pa vizë, nuk kishte probleme ligjore, kontrollet shumta, dhe patjetër që në Ekuador marrja me biznesin e kokainës është shumë e thjeshtë,
shqiptarët shuhen si persona të cilët kanë shumë cash, kanë shumë para dhe pse jo kanë investuar dhe në Amerikën Latine. Ka shqiptarë kryesisht në Ekuador, në Peru, por dhe në vendet tjera që rrethojnë kryesisht vendet të cilat janë prodhuese të kokainës, sepse Ekuadori nuk është një vend prodhues i kokainës, por nga ana tjetër është porta dalse më e madhe e kokainës për në gjithë botën. Dhe shqiptarët duke shkuar atje kanë hapur biznese fasad, të cilat ne kemi dëgjuar si ato bizneset e bananeve, por ka dhe shumë bizneset ndryshme të tjera, të cilat kanë shërbyer për dërgimin e kokainës. Kokaina merret shumë lirë në Ekuador, merret gati $1.200 për kilogram për pastën e kokainës, e cila më pas përpunohet dhe dërgohet drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Një pjesë e madhe i ndrit patjetër që nuk është se kanë qenë drejt për drejt të lidhur me krimin organizuar. Një pjesë e madhe kanë shkuar edhe për të bërë para. Por nga ana tjetër ka edhe një pjesë tjetër të cilët janë ngushtësisht të lidhur me krimin organizuar, të dërguar atje si emisar dhe që vijojnë dhe e bëjnë këtë punë edhe sot e kësaj dite. Dhe po sot e kësaj dite ka arrestimet shqiptarëve, ndoshta nuk janë emri kryesor në Ekuador, sepse duhet kuptojmë që në Ekuador ka shumë kombësi tjera, ka serb. Asnjëherë nuk flitet për serbët, por janë shumë më të fuqishëm se grupet e tjera, duke përfshirë këtu edhe shqiptarët, ka kroat, ka malazez, ka shumë kombësi dhe shqiptarët janë pjesë e Ballkanit dhe ata i fusin të gjithë, të paktën serbët, shqiptarët, malazezët i fusin në atë që e quajnë mafia e Ballkanit dhe historia do të vijojë, Ekuadori do të vijojë të mbetet, ndoshta ka shtrënguar tashmë nuk mund të shkohet më pa vizë, prokuroria e posaçme, policia e shtetit kanë këto bashkëpunimet, ndoshta është tepër vonë, por më mirë vonë se sa kurrë. E mbyllim Jul me këtë paralajmërimin e radhës që na vjen nga Italia, në fakt ku kryeprokurori i Napolit, Nicola Gratteri, në një intervistë dhënë për një libër që publikohet referuar pikërisht lidhjes dhe fuqizimit të mafias shqiptare dhe grupeve kriminale shqiptare në Europë, libri quhet Invincibili, të pamposhtur, është shprehur: Shqipëria narkoshtet nuk është një egzagerim. Në Londër kontrollojnë gati të gjitha sheshet e shpërndarjes së drogës, janë protagonist të trafikut botëror të kokainës. Ndërkohë që përsërit edhe dëshmia e tij në libër pikërisht të fakt, kapitalet e shumta dhe mundësitë që ka për të korruptuar gjithashtu këto grupe kriminale, pra se si e rrisin influencën e tyre, çfarë më bëri përshtypje ishte një element që sipas këtij hetimi italian bënte dallimin mes mafjave të tjera, grupeve të tjera kriminale dhe atyre shqiptare. Ndryshe nga mafjet e tjera që nuk investojnë në territoret e tyre, grupet kriminale shqiptare i pastrojnë fitimet e tyre në industri dhe sektor të ndryshëm biznesi brenda vendit të tyre dhe janë gjithnjë e më të përqendruara në pushtimin e tregjeve të reja. Pse mendon se është ky dallim? Pra pse grupet shqiptare preferojnë të investojnë në Shqipëri, ndryshe nga kjo dinamika që kanë grupet e tjera? Kur kam qenë në A2, kam bërë një lajm i ndrit. Ka pasur një tryezë, nuk e di, një nga këto lajmet me këta ekspertët, por në këtë tryezë ishte edhe një përfaqësues i ambasadës amerikane. Kronika duhet jetë ende në A2, dhe në një moment përfaqësuesi i ambasadës amerikane ishte një përfaqësues që kishte të bënte me zbatimin e ligjit, me këto historitë pastrimin e parave. Tryeza ishte mbi pastrimin e parave dhe ai tha një fjali shumë bukur. Mjafton të bëni një xhiro në Tiranë apo në Bregdet dhe do të kuptoni se ku pastrohen parat. Pra, ai tregoi se si grupet kriminale shqiptare i pastrojnë parat kryesisht në ndërtim, në hotele luksoze, në të gjitha këto veprat që bëhen në Shqipëri, por jo vetëm në Tiranë, kryesisht edhe në Bregdetin shqiptar dhe kjo e tregon ende sot e kësaj dite më së miri se ku pastrohen parat e grupeve kriminale shqiptare. Sa i përket pastaj Londrës apo Shqipëria narkoshtet, këto janë terma të cilët unë nuk dua t'i përdor, sepse ndoshta ndonjëherë Italia mund të jetë akoma më shumë narkoshtet me mafian se sa Shqipëria. Në Londër sa i përket është si puna e Ekuadorit, shqiptarëve u ka dalë nami sepse në të vërtetë në Angli
ndonjëherë më duket sikur mediat angleze e godasin më shumë se ç'duhet Shqipërinë, pra një shpërndarës ndoshta kokaine dhe e bëjnë Shqipërinë ja kontrollon rrugët, por që në të vërtetë nuk është ashtu. Dhe grupet kriminale, ato grupe kriminale të forta, ato klane, sepse në Shqipëri tashmë nga grupe kriminale kemi arritur dhe tek strukturat kriminale, organizative kriminale, mendoj se gjitha parat e përftuar nga trafikimi i drogës, nga vrasjet apo ato lloj veprimtarie tjetër e palishme, patjetër që e investojnë në ndërtim dhe në hotele luksore. Yul Kasapit, falenderoj shumë për gjithë informacionin që sollën në ekranin tonë. Faleminderit, Indrit.